Rreshtet e fundit të Shiut dhe Borës nuk kanë mjaftuar për të përmirësuar situatën në liçenin e Thjerëzës. Niveli i ujit mbetet kritik dhe kjo po reflektohet drejt për drejt në prodhimin e energjisë elektrike. Pamje tokë e tharë, baltë dhe masive shkëmbore të cilat për dekada me radhë kanë qëndruar nën sipërfaqen e ujit. Ky është realiteti që ka krijuar mungesa e rresheve dhe thacira e gjatë. Sipas Kooperativës Elektroenergjike Shqiptare, aktualisht niveli i liçenit është vetëm 264 metra mbi nivelin e detit. Shifrat tregojnë se rreshtet e fundit kanë qenë larg për ta përmirësuar situatën. Pasohet janë të dukshme në prodhimin e energjisë. Fjerza, hidrocentrali më i madh i vendit dhe nyja kryesore e kaskadës së Drinit, po punon nën kapacitet. Prej muajsh, prodhimi vendas i energjisë elektrike mbetet i ulët për shkak të mungesës së prurajve. Me afrimin e dimrit, kur konsumi i energjisë rritet ndjeshëm, kriza pritet të ndihet edhe më shumë. Kjo mund të sjellë pasojë në furnizim dhe ndikim të drejtpërdrejtë në çmimet e tregut ndërkombëtar. Ndërkohë, për komunitetet, kjo situatë përkthehet edhe në pasojat e tjera, nga humbja e të ardhurave nga peshkimi e turizmi deri tek shqetësimi për furnizimin me ujë. Kooperativa Elektroenergjike Shqiptare shpreson në rreshtet e Stinës, por për momentin liçeni i Fjerëzës mbetet më shumë një shtrirje toke se sa ujore. Nëse situata nuk ndryshon, kriza energjetike mund të bëhet edhe më e thellë në muajt që vijnë.